se do që floku të ri gjithmonë, jo me i pastër, i bukur dhe kaçorel, pak të një herë në gjdo, një herë 20 ditë, duhet shkosh të sistemosh, jo të presh, të sistemosh. Që të jetë edhe që ti heqesh atë pjesën e djegur gati që... Për të hequr majat, si shtemi ne. Për të heqesh majat, po. Po, pjesa e lyerjes ndikon tek floku kaçorel? E Tu e kam fjallën qoftë për djemë që për vajzat që... Po, se kemi një flok të lyer, është flok më i plot dhe kështu, kjo do të thotë që kaçoreli del akoma më i bukur, më i pastër. Edhe kur është dekoloruar? Dekoloruar o koloruar? Okej, Nuk kuptova dekolorimi... Do më thënë, se ne e quajmë do njerë lyerje edhe kur dekolorohet. Jo, okej, jo. Dekolorimi, kur neve shkojmë me bërë një efekt të bardhë, ajo është e dëmton, sigurisht, e dëmton dhe kjo indikon në mënyrë negative ke floku. E vërtet. Kështu që duhet pasur kujdes për këdo që do t'i mbaj kaçorelat e shëndetshme, që dekolorimi është i dëmshëm. Jo, është i dëmshëm në atë rast. Po pra, për pjesën e kaçorelave, që humbasin kaçorelat.